Mirëmbrëma, ngjira me syçin nga unë Ilir Demalia. Sonte përsëri do të flasim për zgjedhjet, për kontestimet e zgjedhjeve dhe atë se çfarë do të ndodhë me opozitën shqiptare dhe me mandatin e 4 të Edi Ramës. Të ftuar kemi deputetin, politikanin dhe analistin Roland Beko. Zoti Beko, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, vetëm një saksim. Thatë deputeti, në fakt s'keni faj, jo nuk kam qenë kandidat për deputet, po s'keni faj në fakt se në gjithë Shqipërinë kudo që lëviz, njerëzit do të them perceptojnë si deputet, si duket ndoshta nga debati publik dhe nga angazhimi politik. Unë e di që nuk je deputet aktualisht, po unë referohem deputet. Jo, nuk kam qenë asnjëherë. Po, sepse Pse është kriju kjo përshtypje që? Po, në fakt Demokratët e Gjirokastës më kanë nxjerrë të parin një 3 herë për të qenë një pari listës. Mirë po Berisha me Bashën kam parë të arsyeshme të hiqnin mua dhe të çonin Tritan Sheun aty se ju duhej. Prandaj ka ardhur aty ku është ajo parti. Ta analizojmë. Le të vazhdojmë me Tritan Sheun. Ta analizojmë. Roland, tashmë zgjedhjet mbaruan, opozita me në kryes Sali Berishën pretendon që vjedhjet janë vjedhur. Mendon se një distancë kaq e madhe për gati 300.000 votash, 260.000, 270.000 vota, ka vënd pretenduar që i kanë grabitur vjedhjet dhe mos ketë asnjë lloj reflektimi nga kjo parti dhe nga leadershipi i kësaj partie? Në rast se zgjedhjet do të jenë vjedhur, natyrisht që ato të anulohen ose të ketë pasoja mbi fituesin e zgjedhjeve. Për të bërë një lloj korrigjimi siç ndodhi në 2001-shin, opozita ka për detyrë të faktoj vjedhjet. Tym në erë se me anë të perceptimeve, apo edhe me anë të dëgjesave, apo edhe me anë të parit, që ti mund ta kesh parë vërtet që ka ndodhur, por nuk e ke faktuar, strukturat të cilat kanë autoritetin për të anulluar zgjedhjet nuk t'i marrin parasysh. Pra, një parti organizuar kur e di që ka përballë një sistem i cili ja vjedh zgjedhjet, sepse ka qenë pretendimi i përhershëm sa herë që Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet, aq herë Sali Berisha, si kryetari i saj në vite, në 34 vjet, ka dalë dhe ka thënë që zgjedhjet më ja vjedhur. Në të vetmin moment kur e vërtetoi vjedhjen, jo se herë tjera nuk ishte ndodhur, por në të vetmin moment kur e vërtetoi zgjedhjen ka qenë 2001-shi. Sepse Partia Demokratike nga 97 deri në 2001-shin u mor shumë e veten, u organizua, u strukturua, u shtri, do të thotë që u zgjerua, dhe natyrisht pa kaluar te elektorati gri, por dhe sistemi zgjedhor i asaj kohe të jepte mundësi që nëpërmjet kandidatëve, vetë kandidatët nga lidhjet e tyre personale të thrisnin, të thirrnin ose të thithnin elektorat gri. Kështu që në 2001-shin le të themi që për një kohë shumë të shkurtër, edhe pse Berisha ishte ai që ishte, që vazhdonte edhe në atë periudhë me amerikanët të kishte raporte të këqija dhe në përgjithësi me ndërkombëtarët të kishte një lloj perceptimi në publik si i izoluar, përsëri për avantazhin që jep sistemi mazhoritar, për shkak të kandidatëve, arriti domethënë që të kishte një rezultat befasues. Befasues nisur nga fakti thash se ku ishte vendosur PD-ja. Rezultati ishte befasues, se edhe atë rezultat nuk e ka marrë vetëm PD-ja. Ishte befasues për shkak të degradimit që pësoi qeveria socialiste, ka shumë faktorë, apo si shkak i një alternative të re që solli Berisha. Alternativë të re në 2001-shin le të themi që nuk pati. Por degradimi i pushtetit ishte i tillë që i dha një lloj mundësie, domethënë që në perceptimin publik njerëzit nuk realizuan pritshmëritë që kishte premtuar Partia Socialiste në atë kohë. Mendoj që ka qenë më analitik elektorati në atë periudhë, në kuptimin që nëse ti më premtove që kur të vish në pushtet do kthesh 100% parat e humbura nga firmat premendale, se ai që problemi më i madh. Dhe ti nuk e realizon këtë, në atë moment elektorati pushtet ai që ishte shkaktari i firmave piramidale. Kjo paradoks vetëm shqiptar. Në këto kushte i faktuan, ti bëhemi shkurt, i faktuan zgjedhjen në 2001-shin, i çuan materialet në zyrat e Brukselit dhe në kancelarit perëndimore
dhe ata pastaj ju e dini shumë mirë se si vepruan. I ulën palët në tryezë dhe vendosën që presidenti të bëjë konsensual, i dhanë opozitës kryetarin e lartë të shtetit, edhe disa institucione të tjera dhe do të thonë hapën terren e pranueshmërisë së Berishës në radhë parë, sepse ky ishte problemi i madh që kishte PD-ja, deri në atë kohë nuk pranoi. Ndërsa sot, le të themi që nga 2001 mbrapa, sa që ka humbur zgjedhjet Berisha, që nuk i ka zhvilluar vet, nuk i ka njohur zgjedhjet. Pra, zgjedhjet e 2009 dhe zgjedhjet e 2013 si zhvilloi vet, se ishte ai në pushtet. Dhe e njofi rezultatin dhe në 2013 dha dorëheqjen, sepse ato zgjedhje i bëri vet ai. Pavarësisht se pretendoi prapë që Rama nëpërmjet grupeve që kishte pasur që nga bashkia më vodhi votat. Tani rezultati ishte 1 milion mbi 1 milion vota. Ke të drejtë edhe kur fitoi Rama që humbi zgjedhjet, prapë thami kanë vjet. Pra, kjo është ideja që dhe pastaj dihet historia pas 2013-s deri sot vetëm është ankimuar, gjithmonë ka premtuar që do ta mbrojë rezultatin e zgjedhjeve. Në 2021-shin, domethënë kur Lulzim Basha doli dhe bëri një deklaratë që zgjedhjet janë manipuluar, procesi është tjerë deformuar, Berisha bëri një apologji të gjatë në mbrojtje të do të thënë të Lulzim Bashës. Dhe në vend të dilte të kërkonte vje fjala dorëheqjen e Lulzim Bashës, ai i dha mbështetje në 2021-shin dhe dihet ai përqafimi i famshëm në shtatin korrik në Kongres, pasi ishte zgjedhur Lulzim Basha. Megjithatë, si furboj politikës që është, në moment që u shpall non grata, ai ditën që ka votuar për Lulzim Bashën, që bëshin votat për zgjedhjen e kryetarit, i pyetur nga gazetarët që çfarë do të bësh tani që je non grata, a do të pretendosh që të kthehesh në krye të PD-s nëse s'mbron Lulzim Basha? Ai ka thënë never say never. Do të thënë kur mos thuaj kur. Dhe personalisht në ato ditë kam qenë në një televizion të Euronewsi me Esmeralda Mulën dhe i kam thënë, e shikoni këtë never say never. Ky është fillimi i shkatrimit të Partisë Demokratike. Se nga ky moment kërcënon kryetarin në detyrë Lulzim Basha, i thotë që nëse ti nuk më mbron nga sulmet që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga drejtësia shqiptare, atëherë unë do kthehem dhe do të marr partinë. Kështu lexoi ajo dhe kështu e bëri. Ke të drejtë, Landi, mirë, po ky tha që never say never dhe ju me të drejtë thoni që këtu fillon shkatërrimi. Në fakt, ai ishte shkatëruar, se de facto ky ishte kryetar. Shiko, ata kanë qenë të dy bashkëkryetar. Do të thotë që Sali Berisha për vendimet e mëdha që janë marrë në Partinë Demokratike mendoj që ka diktuar me Lulzim Bashën. Dhe jo më kot zgjodhi midis Sokol Oldashit dhe Lulzim Bashës, zgjodhi Lulzim Bashën. Sepse si duket e pa më të përkulshëm, më të bindur Lulzim Bashën. Sokoli ndoshta nga natyra ishte më rebel. Po thonë se kur në atë periudhë ka pasur dhe një lloj përgjimi dhe ka bërë biseda që Sokoli përpara se ndjes pas tani, përpara se sa të, domethënë në momentin që kërkonte mbështetjen e miqve të tij për të kandiduar për kryetar, dikush thënë që ne gjë pari do bëjmë do heqim atë plakun sapo të marrim partinë. Edhe në këtë moment ai ka ndryshuar tërkase, sepse ai në fakt edhe Sokolin dhe Lul Bashën i ka pasur njerëz të afërt. I ka bërë ministra shumë të rinj, domethënë edhe i ka pasur të afërt. Por të vim tek mosnjohja e zgjedhjeve, nuk ka rëndësi e njeh apo si njeh Sali Berisha zgjedhjet fare në planin personal. Ajo që duhet të them është kjo që diferenca ishte e thellë, por edhe sikur 71 të kishte fituar Edi Rama, prap fitore do ishte ajo. Dhe Edi Rama sa herë që ka dashur të ndryshonte ligjin, si me shumicë të cilësuar, si me shumicë absolute, kur gjithmonë i ka realizuar, sepse i jep Sali Berishës një kull apo një resort. E kupton? Kur them Sali Berishës, jo atij personalisht, por shokëve të djalit vet. Zenit. Edhe menjëherë Berisha bën ato revolucionet brenda parlamentit me flagadan me kështu për të rritur, për të thonë popullit, shikoj që unë jam në kompromis me Ramën, ky është armiku im, por nga ana tjetër në prapasken natën atje firmosin këto kontratat. Kështu që ai është mirë aty në krye të opozitës dhe këtë ka dashur të realizonte. Pra, sa u kthye në krye të Partisë Demokratike, donte që të merrte jo thjesht Partinë Demokratike, por monopolin e opozitës, sepse që në fillim kur plasi ky sherri me Lulzim Bashën edhe në skenën politike, personalisht kam bërë një status në atë periudhë dhe kam thënë, shiko, kjo nuk është betejë ime. Kur them imja kam fjalën unë përfaqësoj diçka në PD. Do të thënë unë jam
nga ato që disi ke qef, por që ndodhin si proces historik nga studentët e dhjetorit, që tek e fundit që në momentin e parë kemi firmosur themelimin e Partisë Demokratike, kemi qenë aktet që na thirr historia. Pastaj se si u kryen ato është tjetër historia, diskutojmë herë tjetër. Por ne ishim aty, do të thënë në moment që na kërkoi historia, siç ishit ju në dy korrik, ne ishim aty në dhjetor. Jo, nuk na vallëm frymën e të rinisë të studentëve me atë se çfarë organizoi pushteti edhe tani ne ishim aty dhe në 97-ën kur PD-ja u rrëzua, unë s'kam pasur asnjë post drejtues personalisht dhe si unë shumë me dhjetra të brezit tonë, do e thënë, kontribues nuk pa përfaqësues. Zero. Rinia jo, zero, fare, bile edhe një Arben Lika që e mori futin burg. Ridvan Peshkëpin e Degdisi, hoqi dhe ngelëm pa përfaqësues, do me thënë. Po pastaj Degdisi gjithë. I Degdisi gjithë, e pa di strategji. Tani vim tek kemi qenë aty në 97-ën pastaj kur PD-ja kishte nevojë, sepse u dëmtua opozitarizmi në Shqipëri, u dëmtua demokracia në Shqipëri. Tani në atë periudhë ne u kthyem. U kthyem dhe i vum shpatullat, e ndihmuam, duke ditur, domethënë të vetëdijshëm se kush është Sali Berisha. Por të vetëdijshëm edhe duke parë se në ana tjetër nuk është se ishte më mirë. Lëviznin, domethënë, politikanët shoqëroheshin me banditët bashkë. Po dhe nga kjo anë pastaj ishin detyruar që edhe këta të bënin të njëjtën gjë. Do të thonë, ishte politika xhungël, politika shqiptare. Edhe sot pa e paguajmë atë futjen e banditëve. Patjetër që është ajo. Prandaj sa më shpejt të bëhen rotacionet, sa më shpesh të bëhen rotacionet e elitave politike, aq më mirë është sepse prishen edhe strukturat socialo-kriminale, do të thënë, të politikanëve. Dhe këta prandaj nuk i bëjnë ndryshimet e elitave politike sepse ato strukturat politiko-kriminale. Dhe këtu nuk bi dakord me shumë nga ju. Ja një sekond. Këto kanë parat kanë krijuar një lloj bote financiare të tillë që ata duan ta kapitalizojnë dhe ta investojnë. Dhe rasti më i mirë ishte arrestimet që bën dje, do të thënë DEA, Interpoli, nuk e di kush, italianët dhe Spaku, ku u tregua që njerëz me absolutisht që dihet në atë jo vetëm në perimetrin lokal, se kush janë dhe si i kanë bërë ato pasuri. Por edhe shqiptarët, se Shqipëria vend i vogël është, një fshat i vogël, të gjithë e dinë se si kanë operuar këta. Domethënë, krimi dhe politika në Shqipëri mendoj që kanë qenë bashkëdhëtar në këto 34 vite. Dhe unë mendoj që fakti që Berisha nuk largohet, edhe pse ka vendosur një nen atje, që e quan Neni Basha, domethënë se meqense me demek që Basha s'kishte ndërmend kurrë të rigjej sepse nuk e kishte të përcaktuar në statut që kur u mbet largohesh. Dhe Berisha vendosi këtë nenin duke thënë që shikoj me kthimin tim Partia Demokratike do bëhet më demokratike. Me kthimin tim PD-ja do bëhet më e fortë, më e bashkuar, më e hapur etj. Sepse ai kuptoi nevojën që kishin demokratët dhe pak të kontratë me demokratët nuk e mbështesin me ata. Se ata nuk mund të hiqnin modelin Basha dhe të vendisin modelin Berisha të njëjtë, ndërkohë që ata nuk shohin ai thellë të mendojnë që modeli Basha që thjesht me modeli Berisha. Asgjë më shumë, apo jo, që thjesht një imitim i shëmtuar i Berishës, që nuk i shkonte stofit të Bashës. Prandaj i rinte keq, se Berisha është origjinal të patë. Pra neve doli njëri që kështu që 10 vjet nuk realizoi një gjë. Po duhesh e analizojmë dhe atë. Por do të vim te ky pse Berisha nuk i njeh zgjedhjet dhe pse Berisha nuk të rigjet. Berisha nuk i njeh zgjedhjet pikërisht që ti shmanget debatit. Jo se pyet shumë për statutin ai. Ai është vetë zot, vetë shkop aty, domethënë. Por do t'i shmanget debatit publik, se nuk është thjesht çështje, domethënë, e demokratëve. Opozita është pasuri kombëtare. Të gjithë duan rotacionin. Qenia e Berishës atje pengon rotacionin. Pra ai nuk do të largohet, nuk njeh zgjedhjet sepse nuk do të largohet nga kreu i Partisë Demokratike. Kam tash që manzore këtë ai nuk largohet. Dhe thatë dhe një gjë përpara që duhet rotacion dhe duhet largohen këta. Nuk largohet. Kjo është eksperienca historisë politike që vetë nuk largohet askush. Vetë nuk largohet askush. Atëherë çfarë forme dhe çfarë mënyre do gjetë ose përse ne jemi kaq pa aftë të prodhojmë një presion për këtë elitë politike. Unë kthehemi pak ke shoqëria se gjithë vëmë gishtin, mos jemi dhe ne si shoqëri shumë e dobët. Po, shiko si është. Shqipëria është vend i vogël. Komprometuam si shoqëri. Shqipëria është vend i vogël dhe ka shumë të vështirë të krijojë flukse, domethënë, socialo-politike të forta që ta trubullojnë, ta trondisin politikën. Këtu nuk ka fuqi ekstra politike të cilat mund të veprojnë dhe të ndikojnë mbi politikën. Kur them ekstra politika, ka fjalën për mekanizma të tillë që demokracia ka rregulluar dhe i ka vendosur aty, u ka dhënë hapësinë vet që janë
shoqëria civile, mediat e pavarura, si pushteti 4 madje i quhen, dhe nga ana tjetër sindikatat. Ne nuk i kemi këto. Se sindikata s'kemi se s'kemi industri të tillë ndërmarrje dhe atje ku janë nuk i lejojnë të ngrihen. E para, e dyta është shoqëria civile natyrisht është për bukën e gojës. Do thënë ata jetojnë, ata punë që bëjnë shoqërinë civile kanë për të jetuar. Dhe parat i jep tjetër kush. Shoqëria civile merr para dhe i përdorin para ta themi Landi jo për të kriju shoqëri civile dhe për ndërgjegjësu, po i përdorin për vetë për të bë biznese, për të blesh pjesë i ditës edhe këto. Po pikërisht. Shoqatat që janë këto. Atë jam duke thënë që ata kanë komentuar rolin e tyre. Po pra. Ashtu. Dhe mediat pastaj dihet se dhe unë them këtë tjetër, ai demokraci sa kemi në Shqipëri, ai hapësira të kuptimit mediatik dhe të kuptuarit debatit është për merit mediave, sepse megjithë dihet që është e përballshme kjo, nuk është vetëm në Shqipëri, që tashmë kemi një oligarki mediatike, që do të thotë oligarkët financiar ose le të themi dhe bizneset e mëdha, pa qenë oligark. Ata secili nga ata ka bërë sot mund të bësh kollaj një media. Përveç televizionit të mëdha bën ja siç është një podcast, mund të jetë një në rrjet social, domethënë pra mundësitë janë të pafundme. Por nga ana tjetër, gjithmonë këtu do të ketë gazetarë që duan profesionin e tyre, që janë pasionant. Dhe kjo që bëni juve sot është kontributi i jashtëzakonshëm për demokracinë, dhe si ju janë 10 të tjerë në Shqipëri. Pse sepse pa asnjë lloj interesi, pa asnjë lloj përfitimi, thjesht nga pasioni, se profesionet janë dhe pasion. Aktivizmi është pasion. Është dhe kosto, kjo krijon dhe kosto. Mirë, kërkojnë që të kesh qafë të fortë, mos e ulësh qafën. Edhe Shqipëria i ka këta njerëz. Dhe unë prandaj e shikoj dhe ato 4-5 mandate që morën partitë e vogla, e shikoj si një rrezë shprese, kupton që sistemi që këta e mbyllën, domethënë e bunkerizuan, dhe këtu ky është fakt, që në 2008-ën Rama me Berishën, Rama si interesonte se qenë opozit, dhe në momentin kur ty vjen dikush dhe të jep një mundësi që ti marrësh gjitha pushtetet, pse jo? I merr normale, duhet të jesh për të së vërtetës duhet të jesh një super burr shteti, që thua unë limitet e mia i përcaktoj vet, që unë nuk i dua të gjitha pushtetet, por unë dua deri këtu sa më jep lejon demokracia. Por në Shqipëri kemi të bëjmë me politikanë që mendojnë nga një pas zgjedhjen në zgjedhjet e ardhshme, nuk është se mendojnë për 30-40 vjet apo për gjeneratat. Dhe këtu bëhet dallimi midis asaj që quhet om politik apo om d'etat. Om politik njeriu politik, i cili mendon vetëm për pushtetin e radhës, si ta fitoj atë me ç'mekanizma, mekanizma, dhe om d'etat është ai që mendon si burr shteti që për interesat e gjeneratës, për interesat e vendit mund të sakrifikojë edhe karrierën e tij. Pra nuk ka rëndësi deri sa vite shkon ai në karrierë. Rëndësi ka që të bëjë një ligj të qenë janë politikanë që vinë për të bërë dhe jo për të marrë. Jo për të marrë. Ky është ndryshimi, është shumë bukur, shumë shkurt. Në Shqipëri nuk kemi akoma këtë. Do të thënë, le të njohim disa merita e Edi Ramës sot, që duam dhe mos ja njohim ne është vetë, se është mandatin e 4. Në mandatin e 4 nuk qëndron kush rastësisht. Ja. Të thuash që jemi si Rusia nuk jemi. Ne kemi probleme në maturimin ton të demokracisë, por ne nuk jemi Rusia. Tani është egzageruar kjo, do të thënë regjim. Nuk është regjim. Ka probleme me kontrollon median, Landi. Media kontrollon media politik. Jo, dhe në matjet që u bë tani nga Ama, Berisha ishte 10% para Ramës në prezencën televizive. Në prezencën televizive. Absolutisht po. Plus që ka një media personale. Pa arremat e pa dhe mediat e tjera. Hapësira opozitës është shumë e madhe, pa diskutim. Ato që nuk kanë hapësirë, sepse kështu është bërë dhe ligji, janë partitë e vogla, të cilat futen sot, po të jesh mjeshtër, do të thënë ti vetë, të kesh aftësi të larta politike, dhe të kesh aftësi të larta komunikative, ti me rrjetet sociale s'ke nevojë fare për media. Por problemi është që politikanët tanë, këta që i përkasin opozitës, kanë problemin që nuk krijojnë dot frymë mallështore, le të themi, të përdorim këtë term që i vuri ai pa drejt vetes. Se para këtij e kanë përdorur njerëz që kanë pasur sukses me termin mallështore. E kanë përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës disa herë, disa president, e ka përdorur De Gaulli kur u rikthye që të bëjmë Francën mallështore dhe realisht e bëri. Se fal politikave të De Gaullit, që edhe pse cënoi me vetdije demokracinë, me vetdije, tha do ta cënoj demokracinë me vetdije, por do ta bëj Francën madhështore, tha, sepse nuk kemi kohë për debatet brendshme, kur ishte lufta e Argjarisë 1 dhe çështja e pavarësisë
në energji dhe në mbrojtje. Duke u shkëputur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dha Francës armën bërthamore, që dhe sot e kësaj dite e kanë si krenari dhe në situatën e re ku ka ardhur, mburen me këtë që bëri De Gaulli. Sepse këtë do bëj Europa, kemi ardhur këtë do bëj Europa. Atë do të bëj Europa që bëri De Gaulli këtu e 60 vjet përpara. 60 vjet përpara. Ky është politikani i lartpamës. Kjo është. Tani në këto kushte, De Gaulli t'i falet çdo gjë dhe doli mbi partitë politike, në Shqipëri nuk e bëjnë dot këtë, se Shqipëria thashë një herë është vend i vogël dhe nuk është aq i rëndësishëm, domethënë në arenën ndërkombëtare. Shikoj, më pëlqeu shumë një geopolitikan francez para disa ditësh e dëgjova në YouTube. Ai tha, Franca tha, Zvicra, të flasim për vende të vogla. Zvicra kur është bërë, thotë, që bëri Zoti, e bëri për të qenë të varfër, nuk e bëri për të qenë të pasur. Shqipërinë, kur e bëri Zoti, e bëri për të qenë i pasur. Cilat janë argumentet? Argumentet janë këto. Zvicra ka vetëm male. Zvicra nuk ka det. Zvicra nuk ka diell siç kemi ne. Zvicra nuk ka pasuri mbi dhe nën toksore siç kemi ne. Zvicra nuk ka këto dalje, domethënë siç kemi ne. Dhe në aspektin gjeostrategjik për mbrojtjen, për tani Zvicra ka thash ka male, nuk ka fusha, nuk prodhon asgjë, ka bujqësi etj etj. Dhe Zvicra është vendi më i pasur. Pse është vendi më i pasur? Sepse ka politikan që askush nuk i njeh. Njeh në ti kush është kryeministri i Zvicrës? Digje? Jo. Po presidenti? Jo. Po kryetari i parlamentit siç e kanë ata që jo, se digjeri. Kurse po të vesh në Evropë, të gjithë e njohin Edi Ramën. Për shembull, kur them të gjithë klasa politike, mediat e gjithë e njohin Edi Ramën se është atipik. Domethënë, apo jo. Bën skiç, domethënë aty. Edhe me këtë zëvend aty në. Po, edhe kjo e kanë ndihmuar në marrëdhënie, e kanë ndihmuar marrëdhënien ndërkombëtare. Po, e ka bërë interesante, dy herë ka bërë dy samite pra. Për te asaj që është më të ka po disa merita edhe duhet t'ia japë. Atë jam duke të thënë. Por nga ana tjetër Shqipëria është vend i varfër. Pse është vend i varfër Shqipëria? Pse? Kur ka të gjitha këto, ka pasurinë, dalin, detin, fushën, malin, kodrën, natyrën, ka historinë, antikitetin që Zvicra sa ka. Çështja menaxhimi dhe mos vizioni për politika zhvilluese. Kjo është përfundimi. Prandaj ne jemi të varfër se jemi të kapur nga politika. Unë mendoj që kur këto i diskutojmë njërin te këto, nuk i kanë të qarta apo nuk duan t'i bëjnë apo është ignoranca e madhe, nuk e kuptoj. Zotri, unë dëgjoja para se të vija këtu, se nuk e ndoqja mbrëm në televizion, Sali Berishën te opinioni. E dëgjojnë kufi tani që erdha këtu. 10 herë pyeti Fevziu dhe i tha: "Ore, ndonjë gabim juve keni?" tha, "Ke parë ndonjëherë te vetja ndonjë gabim?" Se unë kur bëj emisionin e Smecën, mirë gjë e parë që bëj tha, mbledh stafin dhe shikoj ku ka gabimin. Është vërtet. Tani ju keni parë ndonjëherë, keni gjetur ndonjë gabim te vetja? Ai vetëm te vetja nuk gjente asnjë gabim dhe gabimet i gjente tek të tjerë, domethënë. Tek Edi Rama, tek shqiptarët që votojnë keq, tek që nuk e kuptojnë këtë liderin e madh e tjerë. Landi po mirë, ky njeri e kupton që kjo lloj mënyre. Çfarë thua ti? Kjo lloj mënyre, kjo lloj retorike që ka ai. Ai kupton ai dhe ato që janë rrethi që po e bjerrin për ditë më shumë atë parti dhe po bëjnë që edhe njerëzit sinqerisht po them Landi kanë neveri. Po neveri u treguan në vot. Se tani se kjo ishte, unë mendoj që kjo ishte një vot, domethënë mandati 4, sado është ishte një vot edhe kundër Sali Berishës. Patjetër, shiko, ai pretendon që duhet ishte vice versa. Tani e ka kthyer dhe thotë që unë thotë nuk njoh votën e diasporës. Tani i kam këtu rezultatet, i kanë nxjerr Elza Loshnja. E kam thënë shumë kohë përpara, vota e diasporës është njësoj të ndahet njësoj si vota në Shqipëri e një ndarje. Po, kemi qenë bashkë në emision. Por problemi është që nuk prodhoi asgjë votë e diasporës. Nuk dha asnjë mandat. Do të thënë ai dha mandate të brendshme nga një Gylameti kaloi te Xhashka, po votë të shtuar, mandate të shtuar nuk pati. Nuk prodhoi. Tani vim tek votë e diasporës. Te votë e diasporës Sali Berisha ka, domethënë PD-ja, ka marr votat e vlefshme brenda Shqipërisë. Në 2025 Partia Socialiste ka marrë 734.000, Partia Demokratike ka marrë 482.000, minus 248.000 vota, 250.000 vota minus, pa votën e diasporës. Shiko se çfarë katastrofe. Minus 248.000 në raport me 2021, ku ka marrë
730.000 vota. Tani ka marrë 482 në raport me 730.000 vota që ka marrë si koalicion me LSI-n, tani me Partinë e Lirisë në 2021-shin. Se ka qenë në koalicion me LSI-n, domethënë koalicion domethënë që votat e PD-s plus LSI bënin 730.000 vota. Diferenca me PS-n ka qenë minus 34.000 vota në atë kohë. Sot si koalicion ka qenë 34.000 vota. Jo. Diferenca PS-ja fitoi mbi koalicionin PD-LSI 34.000 vota më shumë. Po aty ajo PD-LSI ndahet vota se ka pas LSI-ja shumë vota. Po pra kishin 100.000 vota. PD-ja kishte 600.000 vota. Por them të gjithë si koalicion që do të bëjë qeverinë i duhet ka 250.000 vota më pak se në 2021-shin. Kupton se ku është? 250.000. Është në mënyrë katastrofale, domethënë shumë larg nga Partia Socialiste. Domethënë shiko se 734 me 482 janë gati 300.000 vota diferencë. Po pra, prandaj thashë domethënë si ky njeri pretendon dhe nuk e kuptoj çfarë pa votën e diasporës, 0 vot diaspore. Çfarë mendon ky që do të realizojë me këtë? Jo, ta thash, asgjë, ai do partinë ta marrë në varr. Domethënë, këtë është krijuar ideja të ndjekë modelin e Berlusconi, mirë, po Berlusconi e krijoi vetë partinë. Berlusconi nuk e krijoi në momente historike, që e krijuam të gjithë bashkë Partinë Demokratike. Dhe le të themi që nuk e krijuam fare në Partinë Demokratike. Partinë Demokratike në Shqipëri e krijuan amerikanët valla. E krijuan ata, e krijuan fryma që erdhi, që unë nuk bi dakord. Dakor, unë ta kam lexuar dhe librin. Erdhi koha dhe aty që pse nuk është momenti me diskutu, po mirë është diskutohet. Po një herë tjetër të mbarojmë zgjedhjet dhe bëjmë atë debat. Pikërisht pse nuk është bëu analiza reale e asaj kohë dhe është manipuluar. Po. Tu unë bën zgjedhja ai shpaqet analizës. Po, ne manipulojmë dhe falsifikojmë historinë që e kemi jetuar vetë. E kemi pa ti ke qenë student, e ke pa me sytë tonë dhe kur në gjosat habitoj. Po patjetër. Pra, ajo unë nuk mendoj që ishin Amerikanët, ishte situata, sistemi domino. Po, Amerikanët që rregani me sistemin domino. Rrëzoi komunizmi. Dhe dominoja fundit ka qenë Shqipëria. Më fal, se dhe sot mëngjes e mendova, kur më kujtove që duhet vija në emision. Titulli i librit tuaj është më i goditur, një nga se domethënë përmbajtja e librit duhet shkojë shumë me titullin. Titulli duhet flasi. Që ti brenda këtij libri do të gjesh tharmin e këtij titulli që vendoset, ose le të themi, titulli është tharmi i lëndës që ke brenda në libër. Dhe guri i fundit dominos është me goditura, sepse ne ishim realisht guri i fundit dominos. Po jo, di pse kam vënë titullin, se ishte skema e rrëzimit komunizmit, sistemi domino dhe dominoja fundit ishte Shqipëria. Kështu e kishin bërë planin. Dhe këtu ke drejtë para Amerikanëve. Por e di çfarë thot Ramiz Alia në intervistën e fundit që ka dhënë te Bledi Fevziu. Ramiz Alia thot shumë. Kur e pyet Blendi që ndikoi lëvizja studentore në le të themi në përmbysjen e diktaturës, ai ka thënë kam dëgjuar thotë që thonë që nuk ka ndikuar. Unë them që ndikoi tha, sepse në rast se nuk do që bërë ai manifestim tha, ato 4-5 ditë sa u bë, një javë sa u bë, unë do të kisha vazhduar me reformat e mia tha. Ke parasysh se çfarë bën Ramizi? Nuk mund. Ramizi prit. Po Shqipëria mund të ngelet si Bielorusia. Ja, nuk në Gjerlandi nuk mund të bëj çështë mundur ata ta restauroj regjimin. I dorëzoi ekonomia, nuk e restauroi të dorë. Ai do i dorëzoi ekonomia sepse ti nuk kishe as me klerin. Po ti e di se jam duke kam studiuar dosjet, edhe ekonomia në atë kohë ka qenë katastrofë. Katastrofë. Ka qenë katastrofë. $700 milion kishte gjithë buxheti i shtetit. E pranonin vetë vendimet që merrte qeveria në atë periudhë, ka qenë vendime të tilla që ishte kapitullim total. Dhe ngjarjet në Europë, se kjo është temë që duhet diskutuar në fakt dhe nuk e bëjmë analizën tamam për shumë gjëra të tjera, pra ne jemi këtë gjendje që i manipulojmë dhe falsifikojmë vetë dhe rrejmë vetë dhe shkojmë gjithmonë më keq. Ajo erdhi sepse siç tham ra sistemi komunist, ra Rumania në fund, aty ato u tronditën se mund të jo një përmysje e dhunshme këtu. Dhe toleruan dhe zudon ka qenë një përgatitje e gjatë për të ardhur deri këtë dhjetori me artikuj, me gjona që po përgatiteshin terrenin këta. Studentët kanë dalë sepse erdhi fryma siç dolën korrik, siç dolën në janar 90-s, por unë jam i bindt që ajo jo revolta e studentëve, por mënyra se si u menaxhu ka qenë e kontrolluar nga regjimi. Se nuk ka mundësi, Landi, ti je politolog, nuk ka mundësi më thuaj, kur ke pa në botë që një parti të krijohet me njerëz që
Kryesia se për më njerëz që nuk kishin pi një kafe me njëri tjetrin. Po, është, shiko. Si ka mos unë me ty, pak të një bisedë do ta bëjmë? Thot dikush që në Shqipëri se kanë shumë qef, George Sorosin, një leksion që ka dhënë diku në Hungari, tek ai universiteti që ka pasur, thot kështu, momentet e krizave të prodhojnë aleanca midis njerëzve që më parë ndoshta edhe nuk janë njohur, sepse të bashkon ideja, të bashkon qëllimi, të bashkon rrethana, vendosja e tjera. Por gjithsesi unë besoj këtë që thoni ju, që ka qenë kontrolluar nga regjimi. Pse? Sepse sigurimi i shtetit ka qenë shumë i organizuar. Pra, nëse ishim në krizë për ekonomi, nuk ishim në krizë për çështjet e tjera që kishte Partia e Shtetit në atë kohë. Dhe një nga sa më shumë thelloi kriza, aq më sofistikuar për sigurimin e shtetit. Kështu që çdo gjë mendoj që ka pasur të kontrolluar, jam dakord me ju. Dhe po ti shohësh se i kam përmendur një herë, po ti shohësh gjithë kapi një analizoj. Dikush ishin komunist, duke filluar që nga Berisha, komunisti mo i egër. Në janar e ka qytetën, son këta mitë e tij. Po sa puna se ka pas vetë ka qenë edhe Gramozi komunist, po ishte njëri liberal. Po. Ë? Tashti Berisha, tjerë, ajo Gazeta RD, kryesia partisë ka pas bashkëpunëtor sigurisht me shtetit që i ditë. Nuk është rasti. Ama jo të gjithë kanë qenë të komanduar e tjerë, sepse un kam parasysh lëvizjet që bëmë në Gjirokastër dhe këtu ta mbyllim që të futemi te tema jonë. Un kam qenë i pakapur. Un kam qenë drejtues iniciator për grevën e studentëve në Gjirokastër dhe i pakapur. Është e verifikuar. E fakti që se po të kishe qenë i kapur nuk do isha aty në radhë, do isha deputet. Se ta tunte dosin se kjo është që e ka bëu Berisha me gjithë. Berisha ka një gjë që shumë pak e ka vënë re, do të thënë e ka vënë re, por nuk mendoj që nuk e ka nxjerrë si përfundim. Berisha e ka ndërtuar pushtetin e vet mbi dobësitë e bashkëpunëtorëve të tij. Do të thënë u gjente dobësitë edhe i kapte. Dhe kur i kapte ai garantoi që do të kishin kontroll. Arroveti që kurse ne që nuk kemi pasur dobësi, sepse nuk kish ku na kapte. Për shembull, nëse më lejon, isha para javën e kaluar në Lazarat në një vdekje. Unë jam bezdisem shumë kur më thonë çketi me Berishën. Kur më bëjnë këtë pyetje, unë bezdisem shumë. Me qetësi u kthe përgjigjet mia, po bezdisem. Një burr i vjetër, 35 vjeç, më bën pyetje dhe më thotë, e kuptoj se e pa ai që unë doja të shmangesha debatin politik se ishim kësot. Më thotë, po vija thot nga Tirana për Gjirokastër. Diku në Fier, mora furgonin dhe zbrita diku afër Lushnjës. Rrugës isha në Sedili me një Berac. Ai më thotë, e njeh filanin për personin tim. Unë kam qenë 2 vjet prefekt në Berat. I thotë ky po e njoh. I tha, ç'mendim ke? Djafshat, i tha ky, se unë nuk dija si kishe punuar tim Berat, tha ky, ç'përshtypje kishte lënë. Dhe i thot ai fjalët më të mira, domethënë personin tim, për aq kohë sa punova në Berat. Dhe unë tha u bëra me krah, thot. Më erdhi shumë mirë, thot, që u ndjeva mirë që një bashkëtar im, thot, kishte arritur në këtë lloj të lindë një emër të mirë, domethënë. Se të gjithë kudo që vën, është e vështirë të lesh mirë. Prit, se ku duhet dal. Edhe thot ky, më thot mua, po mirë si shpjegohet tani, thot. Qa pati Berisha me ty, thot? Ti punove mirë, le emër të mirë aty. Qa pati me ty? Po pikërisht atë nuk do. Edhe unë këtë i thash. Po ai pikërisht kjo e mërziti i thash, se unë nuk lash hapësirë për të treguar dobësitë të mia, që ai të më kapte, edhe të më përdorte. Të më instrumentalizonte. Pikërisht. Kjo është ajo që ka ndodhur. Ai luftoi modelin, nuk e ka personal me mua. Ai e ka me modelin, ky model e çmend. Kjo ka qenë mënyra se si ka operuar ai për gjatë gjithë kohës. Sepse edhe vjen nga kultura e tij si komunist edhe nga natyra e tij bayraktar. Po ndryshe do ndodhte nëse do të kishim një lider demokrat në kuptimin e mirë të fjalës, tolerant, mendje hapur, dashamirë politikan, po duash dhe mbush shteti, të vërtet. Që të ishte pozitiv për vendin. Ai do mirë modelet më të mira. Kush janë modelet më të mira? Është filani. Këta do jenë ekipim, dhe këta do prezantojmë. Ai zgjedh modelet më të këqija. Njerëzit që kanë vese, njerëzit që janë ajdut, njerëzit që kanë qenë bashkëpunëtorë. Dhe tek tuk pastaj fut edhe ndonjë model të mirë, për të thyer për krijuar një imazh. Dhe me ata pastaj ata I ka kështu dorë të 2, dorë të 3, domethënë pjesë I duhen, jo se I do. E njëjta unë këta pata parasysh. Si Ali Mehmeti dhe në vende të tjera, sepse ti thua do fitoj. Dhe të çosh në Gjirokastër, personin në fjalë që unë e përmenda më parë. Domethënë, kur ti do, se që të fitosh do thotë të shtosh mandate. Nga 1 ta bësh 2.
Nga 3 ta bësh 4, nga 4 ta bësh 5. Garantoj Tritan se me dal vetë nuk merr vota në Gjirokastër. Po s'ka marrë ndonjëherë dhe brenda strukturave të partisë. Strukturat e partisë nuk e ka votuar kurrë. Kurrë asnjëherë. Edhe nëse të kalojmë tutje. Tashi problemi është jemi para një gjendje që de facto sot ne nuk kemi një opozitë. Që ti bëj presion shtetit. Shoqëria civile e diskutuam, çfarë do të ndodhi lëndë? Roli detyra e opozitës është jo thjesht i bëj presion. Detyra e opozitës është ta kontrolloj shtetin, ta kontrolloj qeverisjen, të bëj natyrisht denoncimet e radhës, por mbi të gjitha të japi alternativën. Të japi alternativën se si do bëhet më mirë që njerëzit të shkojnë si shpresë. Mirë, po që të japësh alternativën, kjo nuk mjafton, se kur themi alternativë do të thotë ekipi me cilin ti do bësh ndryshimet, a ka kredibilitet ky ekip? Apo është heq një grup ajdutësh dhe vëm një grup tjetër ajdutësh, se me pretendimin që ata kanë vjedhur më shumë se ne kur kemi qenë në pushtet. Po, edhe kjo është Landi mu më habit një gjë. Ore, po ne kemi 12 vjet pa pushtet, jemi pa punë. Po pse më zyrë punë është partia? Pikërisht, edhe kjo e ka bazaruar, thashë që nuk ka krijuar. Kjo është pa imagjinuar, jo edhe njerëzit, këto që janë demokratë, jo njerëzit që votojnë. Ore, ne kemi 12 vjet pa punë. Po mirë pse ti pret që të ndrrohet pushteti, ti morësh punë. Që thoni ju. Domethënë kjo është koncepti që pastaj ti shkatërrove gjithë administratën se merr të tujet dhe pra ne kemi ne këtë administratë që nuk zëm stabilitet. Kemi bërë një shoqëri partitokrate. Partitokrate. Kjo është një ranë, pa ana tjetër është deri në 2021, di çfarë thonin aty në PD. Kur unë thoya po më pse s'punoni, mo ç'a bëhet kështu? Si është ky muhabet? Jeni shumë të qetë. Ja bëni drejtuesit të lartë të partisë. Ja bëni po kjo dihet 2 mandate konsumon qeverinë do ikin vetë do bjerë ata tani është radha jon tani do është me radhë po është me radhë kjo siç filloi të thoshin tani po e hoqën shpejt atë para 2-3 muaj para zgjedhjeve thoshin është radha jon është radha jon po ditë Saliu thoshte është radha jon thoshin të gjithë po për çfarë është radha jon se ne nëse ka një të keqe të madhe kjo qeverisi është korrupsioni që i bien ministra bashkëpunëtor ku diun e di Ramës dhe i vën në burg tani është radha juaj që të ikin këta i duhet të vinin para tjetër dhe pastaj erdhi Lasivitasi, duke dhe u tha, ore mos e thoni më këtë se është e turpshme. Që thoni është radha jon, se po tu thuash këtë nga brenda nuk dëgjojnë këta. Nuk dëgjojnë fare. Po duhet vi një huaj që tua thot. Tash në këtë situatë çfarë mendon? Unë mendoj që zgjidhja kjo parti si mendon ti mund të ndërtohet më kjo parti? Sa të jetë Sali Berisha atje. Në mënyrën se si është ai. Po e hekim që iku Saliu. Kush e ndërton dot? Po të iki Saliu një minutë. Po të iki Saliu. Muli do ndërtoj. Ka dhe një problem tjetër. Ka dhe një problem tjetër. Po të iki Saliu ata do therren me njëri tjetrin. Kush do bëhet kryetari i partisë. Po ne nuk shoh më atë forcë. Prandaj nga ato tjetra ta rrotullosh, është si puna e Kubit që kthe nga të gjitha anët ty Kub ngelet ai. Pavarësisht se bëndjesh. Mirë po që të nxjerrësh se jo të gjithë i nxjerrin ato faqet e Kubit që duhet të bëhen gjitha me një duhet të jetë një artist i madh ai që dita njofi, që një formulën etj. Tek PD-u nuk shoh që të jetë një i tillë që ta bëj. Autoriteti vetëm që të vendosë rregull dhe të lutemi Zotit të vim vullneti pozitiv është vetëm Sali Berisha. Në kuptimin që gjë që unë nuk e shoh që mund të ndodhi kurrë, po të marrim anën më pozitive, që mos jemi kaq negativist. Të themi, në rast se do të bëhet ajo parti që të shpëtoj, që të bëhet e vlefshme për qytetarët shqiptar, që të jetë alternativë pushteti, se ashtu mund të rritë rrjedhën ajo. Nga 50 deputet, se 40 ka të vetën, 40 ka të vetën, në zgjedhjet e ardhshme, se do mbas zgjedhjet lokale, në zgjedhjet e ardhshme do shkojë 30, po jo 35 se është, po pësoj një humbje, do ta ketë më të thellë këtë radhë se herën tjetër, sepse njerëzit ftohen, po ta thash, më thanë mua atje ku isha në jug, më thanë që ja dham votën, ai tani duhet të iki, duhet të na respektojnë. Kudo që isha, se s'isha vetëm, kisha marrë një të Saliut me vete, si dëshmitar. Prit, vajta në jug, por nuk vajta vetëm. Mora edhe një të Saliut me vete, që del media një djalë, ai ngeli pa mend, se i thot tjetri, shiko, unë nuk kam fol me Landin, i tha, për shkak të pozicioneve që mbajti Landi, i tha, në raport me doktorin. Që çau thash u tek e fundi, 4 vjet vetëm 3 fjali u thash. Kthimi Berishës do ndaj PD-n, që ndau. Kthimi Berishës do na lënë opozitë siç na la. Kthimi Berishës është për interesa personale, për të mbajtur partinë e parë, për të ashtu është. Dhe kthimi Berishës do mbaj klasën e vjetër të politikanëve të vjetër në pushtet, se me ata dihet i garantuar siç edhe e bëri. Dhe e dyta mos njohja nga ndërkombëtarët. Mos njohja nga ndërkombëtarët me Amerikën, se kur janë gratas të bie Amerika në pushtet harroja të mohabet. Lere të hidhen për pjetë. Tani në këto kushte si e shkoj skenari më pozitiv që mendoj unë, është ky.
që vetë fëmijët e Berishës, duke parë që ai tani po turporohet. Moshef. Jo po turporohet, me këto që thot, në këtë moshë ai po turporohet. Ja, është me këto që thotë që bën. Gjallë hilaritet. Po të dalësh tu thuash demokratëve që po të vendosin mua në krye të Partisë Demokratike. Unë për 6 muaj rrezoj Edi Ramën. Dhe ata të vendosin. Dhe ti jo për 6 muaj për kaluan 3 vjet që nga dita i të vendosin dhe ti se rrezove dot Edi Ramën. 3 vjet tjerë nuk e rrezove. Prit një minutë. Tu thuash demokratëve që po të vendosin mua në krye të PD-s, unë do të jap mundësinë që deputetët edhe kryetarët e bashkive të zgjini ju me votën tuaj, dhe jo kryetari i partisë, edhe të mos e bësh, mund ta fali një herë, 2 herë, po jo të gënjesh nga era. Tu thuash ti që unë do mbroj votën. E heqim Lulzim Bashën se ai se mbronte do të votën. Ne kishitur partinë, kishitur rezultatin për interesat e tij dhe të familjes. Dhe ti të mos e mbrosh dot votën. Po dalësh të përsëritësh të njëjtin refren të vjedhjes, po prit mos se ata nuk janë dele që ushqen me barr. Ka dhe ata mendje sistem, ju punon sistemi. Dhe ata shikojnë që nuk fitojnë asgjë. Mendon se megjithënë i han njerëzit pa llavrat e këtij. Po deri tani ka ngrënë, pse jo? Publicitet, Kantina Duka, që ka verat më të mira në Shqipëri, po jo vetëm, edhe në Ballkan, por është zgjeruar edhe në Angli, tashmë pritet shkojë edhe deri në Amerikë. Landi, kjo parti si mund dali? Unë nuk mendoj që mund dile dhe shpesh bëj pyetjen, a ja vlen të merresh me këta? Sa ato kur thëti do plasë dhe i sherrë tjetër, le të themi Berisha u largu sot. Hiku. Do plasë sherrë tjetër aty tash. Prap. Dhe do përket për çfarë, unë biles do them edhe mas tyre zgjedhjeve do të shohim rrjedhje të tjera që do ikin nga kjo parti. Pra, a mos po humbim kohë duke u marrë me një gjë që është irrelevante de facto sot? Opsionet janë disa. Opsioni më pozitiv është që Berisha vet, natyrisht është supozim, është hipotezë, Berisha vet mendoj që ka kohë të tërhiqet, edhe çfarë të bëj? Të bëj atë që i është kërkuar gjithë këto vite të bëj. Të hapi një proces të ndershëm dhe të thotë misioni im ishte deri këtu, unë kam një detyrim të madh ndaj gjithë demokratëve dhe shqiptarëve që ndoshta se kam bërë më parë. Procesi të hapet, të ftoj gjithë opozitën aty, me një garë të hapur, të ndershme, të barabartë, pa ndikimin e tij, jo të zgjedhë pasarsin ai, të garantoj garën, me qëllim që këta mos vrasin njëri tjetrin. Grupet që janë aty. Landi, unë po të them, tash ne njohim Berishën dhe ai edhe në këtë moment vetëm vdekja më ka largo. Ja, pra prit, do vi dhe aty. Ky është varianti më optimist, do të them për atë që është njeriu më optimist që thotë mund të ndodhi një mrekulli që dashun, që ju nuk e shikoni pas unë nuk e shoh. Okej. Por them që sikur të ndodhi tash. Sikur, okej. Se rastet i ka pasur në dorë ta bënte dhe nuk e ka bërë. Por ndoshta zoti si diet. Po do tashim fund më po e bën ai. Si diet mund të ai tha vdekja më largon më. Po pra, tani vim tek varianti 2. Vetëm zoti më largon. Vim tek varianti 2, ku Berisha nuk largohet. Sepse do presi derisa ta largoj vdekja. Siç largoi Berlusconi nga partia e tij. Pa ai kish parti personale tek e fundit. Berlusconi thoshte kush do të vile të vi, kush do të njeriu që i shpërndan të mirat materiale politike këtu jam unë. Tani Berisha do të bëjë si Berlusconi, do ta marrë partinë e vet në varr. Ka që thjesht ajo do rrudhe pra aq kosa ti ke dhënë zoti jetë sa liberalizim. Kjo nuk më intereson më dhe prandaj nuk është pasuri kombëtare më. Në atë moment s'është më pasuri kombëtare, është pasuri thjesht familjare dhe klanore. Edhe më duket është tash pasuri familjare. Është mbrojtje e tillë. Gjithë politika që po bë Berisha është për mbrojtjen e tij dhe familjes tij, mbaroi që bunker shoqar. Është bunker. Tash problemi nuk kanë më nevojë për ne, sepse po ti kishin nevojë, unë kisha të paktën, si unë dhe janë shumë të tjerë, kisha një vit në shtëpi që kur humbi vula. Por nuk kam folur në telefon me Flamur Nokën, unë që kam mik të vjetër, jemi rritur në PD bashk, nuk i vajti në mend të thoshte, folën për tjetër gjë. Ti si vajti në mend të thoshte që Orlandi, çfarë bën ti për zgjedhje, më ku je?
Hajde më të angazhohesh atje në jug, se kemi nevojë ne. Pastaj e zgjidhim atë raportin që keti nuk sepse i cakto Berisha, ajo është e qartë. Por nuk kishin nevojë fare ata për njerëz, ata kishin nevojë vetëm në ministrin Kjo është e qartë rruga e kësaj partie. Forcë, cila është zgjidhja tjetër për opozitë, se Shqipëria pa opozitë nuk do ngelet. Këto të reja që morën, partitë të reja që morën mandat, që morën nga një deputet apo dy, këto tani duhet të tregojnë veten aty në parlament se sa vlejnë. Nëse nuk do të jenë këto, patjetër do krijohet një forcë tjetër e re. Shqipëria pa opozitë nuk do ngelet. Vakum nuk ngelet. Vakum nuk absolutisht nuk ngelet. Siç nuk ngelet në botën e krimit, luftojnë një organizatë kriminale. Del një tjetër, e zëvendin ajo. Por thjesht merr më shumë kohë ajo derisa të merr kohën e nevojshme derisa të bëhet ajo i njohur. Kaloi 3-4 vjet, bën pasuri ajo, kapet kjo, pastaj futet një tjetër në lojë. Riciklohet. Edhe në politik, hapësirën që lënjeri do ta marrë dikush tjetër. Edhe fakti është që partitë e vogla opozitare, me gjithë sistemin e blinduar që bëri Berisha dhe Rama e miratoi, sepse e ka bërë Berisha dhe i shmangej edhe për këtë Bledi Fevziut. Nuk thoshte që fajin e ka sistemi që Braun që i dhash 12 mandate në tavolinë e Tiranës. 81, 83, heqim 12, bëjnë 71. Pra do kishe 71 mandate, do të thënë po mos kish bërë këtë sistem. Ta kish bërë sistemin të hapur. Pak në vinte 73 mandate e Tirana, po jo më shumë. Dhe nuk e pranon këtë gjë. Tani vim tek partia çfarë do bëhet. Kjo hapësirë do zgjedh, dikush tjetër do ta bëjë opozitën. Çështja është që do të thënë aty në parlament dash zoti të jap mendjen e hajrit një grupi deputetësh dhe të bëjmë presion të lartë që të ndryshojë sistemi zgjedhor, se me këtë sistem zgjedhor që është ai që është në pushtet do të ketë mundësi të fitojë përjetësisht. Pse të fitoj përjetësisht? Duam ne në Shqipëri administratën e ka përdorur si Sali Berisha dhe Edi Rama, si Edi Rama dhe Sali Berisha, si Fatoslanua dhe Sali Berisha. Pra të gjithë kanë përdorur administratën publike. Jo vetëm këtu, por edhe në perëndim, do administrata përdoret. Jo si këtu. U kam ndjekur zgjedhjet si përfaqësues në Francë tek Sarkozy në 2012 dhe kam parë që bënin ç'bënin, gjenin mundësi që nëpërmjet administratës të kishin benefite. Këtu administrata përdoret në mënyrë flagrante, pa diskutim. Dhe kur ke një opozitë shkalafitur dhe pa organizuar, me një parti pa organizuar si Partia Demokratike, që ishte në këto zgjedhje, diti që nuk ishin komisioner më. Në 63 qendra votimi në Gjirokastër, 40 prej tyre kishin nga një ose nga 2 komisioner nga 3 që i takonin opozitës. Se s'ka komisioner, më nuk e shkon njëri. Edhe ishte partia që organizuar. Komisionerët të vendosur ditën e fundit dhe pretendon tani që manipuluan. Kur komisionerët kanë firmosur gjithë procedurbalet, të vendosur në ditën e fundit të pa trajnuar për kodin zgjedhor. Nuk e kanë idenë ç'punë do të bënin aty. Kjo nuk e di pse vazhdon të diskutohet kjo dhe pse media jep hapësirë. Cila? Për këtë që pretendon këtë manipulimin e zgjedhjes. Retorik tani. Retorik, kod ja po humbje kohë, siç po them humbje kohë. Ai nuk ka humbje kohë, ai ka Jo, them shqiptarët, media, pse duhet të humbim kohë, sepse ai për vetën e vet në rregull, ai ka rrit qëllimin e vet. Duam ne Sali Berisha prodhon si politik dhe antipolitik. Po e prodhon ama dhe u bën lajm mediave. 2 ditë ku Sali Berisha në Valencia, në atë konferencën në mes fushatës, s'pati lajme se nuk askush tek PD-ja nuk bënte rolin e vet, do të thënë në fushatë, s'bënte opozitën. Po mirë, më del dhe i budallah vërtet ka qenë një lat marksisti që hypte ke Skënderbeu, edhe shifshin gjithë Tirana të rikte vëmendjen. Problemi do të bim gjithë viktimë kësaj. Kjo është në një farë mënyrë. Do të bim gjithë viktimë e çmendurisë edhe interesave të Berishës për të dhe për familjen e tij. Historia e politikës shqiptare, histori marrëzie ka qenë dhe histori marrëzie do të jetë më shumë se sa histori e iluminuar, do të thënë. Është ose arsyes e racionales. Është histori marrëzie. Po, kështu kemi fakt gjithë historinë tonë politike. Po, Landi, atëherë ju thatë për partitë e reja që të shohim se çfarë do të bëjnë. Me sa i ndoqja unë këto parti ose këto persona, i shoh që si mendim politik dhe si kulturë politike jam njësoj po si këtë vjetit, me megalomani, me delirizëm, domethënë përveç atij Shabanit edhe Qorrit që kanë një mendim politik qartë, këta tjerët më duken komplet modeli i Sali Berishës e tjetrit. Nuk janë njerëz që humble si njerëz që bëjnë të hysh. Prandaj thash, prandaj jam dhe unë tek ai momenti skeptik për partitë e reja. Prandaj thash që mund të dalë edhe ndonjë
forcë tjetër që të marrë të plotësojë gjithë atë vakumin që është aty brenda. Mirë, po duam ne duhen njerëz të ndritur në krye të këtyre partive, se individi luan rol shumë. Sidomos në momentin e nisjes. Padyshim. Pastaj nëse ti krijon një sistem varet nga sistemi partijak që do ndërtosh brenda, si do të ndërtosh atë parti. Se krijojnë. Po pra, dhe këta kanë krijuar parti personale në një farë mënyre që kanë futur aty shokët e tyre, janë pa strukturat, pa zgjedhur atje, pa filozofi, pa vetëm në mënyrë hipokrite dhe pa sinqert, të paktën Sali Berisha i bën ca procese atje brenda, që janë tërësisht të manipuluara dhe të kontrolluara prej tij, se i bëri vetëm njëri tjetrin. Por hajtë mos e le të themi që po i bën. Rama e ka mbledhur mendjen se është në pushtet, do të thënë dhe duke shpërndar të mira pushteti, njerëzit e rinurt atje nuk e kontrollon atë parti, ka dalë për hajër sepse po vjen në pushtet, do të thënë. Kur vjen në pushtet mbyllet se realizon qëllimin kryesor. Njerëzit shumë pak u intereson a ka demokraci të brendshme apo s'ka demokraci të brendshme ajo parti. Kur vetë ata ajo shumica e asaj partie ka pranuar si të tillë, ashtu le të mbajnë punën e tyre. Ama në interpretimin që i bën pastaj politikës në pozita shtetërore kur është ekzekutive e tjerë, ai të mos kthehet në despot për mua, atje filloi shqetësohem unë, dakor? Por prandaj partitë e reja, këta liderët është ky defekt. Ishte i vënë re dhe njerëzit e perceptuan dhe prandaj entuziazmin e fillimit e kthyen skepticizëm në fundi. Dhe ose nuk shuan të votonin, se nuk janë pak, po janë 150.000 vetë të cilët mungojnë në apelin e votimit atë ditë, që kishin mundësi të votonin dhe nuk kanë votuar. Këta morën 120 dhe na del ai numri te 240-250 që kemi thënë që në zgjedhje lokale, që është si elektorat gris. Vend i vogël është, kaq që kemi mundësit. Tani pse ndodhi kjo? Ndodhi se këta nuk dhanë siguri që këta ishin realisht liderët e ndryshimit. Që në momentin që këta u morën me njëri tjetrin, në vend sulmonin kundërshtarët që ata që pretenduan që i bashkonte që ishte politika e vjetër, Rama Berisha, këta u morën me njëri tjetrin. Shaj u sulmoi Lapajn, Basha nuk bëri koalicion me Ali Bejën dhe me Dashejn dhe përpasoi humbi dhe një mandat. Se këto po të ishin bashkë, do prodhojnë më shumë mandat. Atë që dhe ti dhe unë e kemi kërkuar edhe të tjerë, e kemi kërkuar në studio televizive që në nisi, që në fillim, u kemi thënë krijoni polin e tretë. Sepse në moment që ti vjen me një pol, ti vjen më i fortë, se çfarë është pushteti, demonstrim forcë është pushteti. Ti vjen më i fortë, krijon më shumë besim tek njerëzit, besueshmëritë e njerëzve, thon diçka serioze polin. Dhe ti tërheq më shumë vëmendje dhe në aspektin mediatik me më shumë hapësirë. Pastaj mënyrën se si do të kandidosh, që ti të ruash profilin tënd, se ky gjasme që merra ku i tyre do futeshin të promovoni identitetin e tyre. Nuk kanë profil. Po ti mund ta bëj atë me lista të hapura, secili mbirte votën e tij dhe në fund fare bashkoheshit dhe zgjidhin mandatin. Pra vjen ajo që ju thash pak përpara që më duken e njëjta kulturë politike është duan është pra kur vjen puna për nuk kanë ardhur për qëllim, ajo që thotë një politikan që vjen për të bë, ka përcen mbi veten. Ka përcen mbi veten. Këto kanë ardhur për qëllim për të çfaq. Për të marrë një mandat, për të marrë një mandat për të çfaq. Dhe me qenë që mandati. Çfarë si mund të besoj llapa tu kur tha, po mora një mandat unë nuk hyn në parlament. Edhe nga ana tjetër? Nga ana tjetër tha jo, do të hy, se mi kanë vjet. Pra, çfarë diferencë ka ky me Berishën që në start? Asnjë diferencë. Në këtë aspekt e pash dhe unë atë videon edhe më la shije shumë të keqe që çfarë ti besojnë ti njeriu, kjo është Berisha pa fillu. Shiko, njeriu duhet mbahet shumë e rëndësishme fjala e dhënë. Është një kod i jashtëzakonshëm që tek të paktën në gjithë botën politikanët nuk i marrin gjithë fjalët e dhëna. Ajo dihet ka një propagandë, padyshim që është e rëndësishme. Por mënyra se si ne kuptojmë se kush je atje. Ti na tregon strukturën tënde mentale dhe të veprimit. Në momentin ku ti thua ndryshe dhe bën ndryshe. Po për këtë gjykohet politikani, për çfarë do gjykohet politikani? Landi a e mban fjalën që thot apo jo? Po nuk i mban 100%, po i mban. Po mirë, bën përpjekje, shiko. Ka situata që nuk varen nga ti. Po pra. Janë rrethana të papërcaktuara që ti kur ke dhënë fjalën si ke parashikuar, ato ndryhen dhe të prishin punë. Por ama qytetari, ai që ke përballë, ai që i ke premtuar, e kupton që ti ke bërë maksimumin për ta plotësuar fjalën që ke dhënë. Dhe ai këtu të justifikon, thotë, po bëri maksimumin, po se kish në dorë, mos se ndryshoj dot. Landi të fundit. Po. A mendon se jemi bërë të lodhshëm dhe për vetëm me këtë negativitetin, me këtë retorikën e ashpër, agresive, padyshim që kjo qeveri ka 100 probleme, por në anën tjetër
Ore nuk harxhon njeri kohë, çfarë do të bëjmë? Ai që thash, qoftë dhe për opozitën, qoftë dhe këtë po merremi gjithë ditën dhe edhe njerëzit i ka lodh kjo lloj gjuhe. Unë po them sinqerisht njerëzit nuk shohin më politikë. Shiko, po të merresha po të vazhdoja të merresha me politikë, pra të isha aktiv se me politikë po merremi, se dhe kjo që bëjmë ne politikë është. Por të merresha, të isha angazhuar në parti politike, natyrisht që do dilja dhe do thoja çfarë do bënim. Do hidhja tezat e mia se gjithmonë këtë kam bërë. Sa herë që kam kontestuar, më mbrapa kam dhënë dhe zgjidhje, kur kam qenë angazhuar në politikë. Është tjetër gjë sa jam dëgjuar, se atje nuk të dëgjon njeri. Domethënë, edhe kur je në forume, nuk të dëgjon njeri. Flisje me kryetarin e partisë kur kam qenë drejtues, si me Berishën dhe me Bashën. Po, asnjë gjë. Nuk pyesin fare për forumet. Po marrin këshilltar të jashtëm, e këshillojnë nga këta këshilltar që i çojnë në humbje. Për shembull, rasti më konkret është i Bashës. Basha kur u kthye për herë të fundit, se u kthye si ajo që thotë Ismail Kadara te Peshek Kryqit që u kthyen në Verhoxha për të rënuar përfundimisht Shqipërinë. Kur i tha Koçotashko që po shkojmë në mbledhje themeluese, do vishte Enveri, jo i tha Enveri, ç'pun kam me komunizmin. Pastaj iku Cahapa thotë dhe u kthye, i thotë o Koço, prit se po vi dhe unë në mbledhje. Edhe shkon në mbledhje thotë Ismaili për të rënuar përfundimisht Shqipërinë. Edhe punë e Lulit. Sa Luli nuk që kishte dhënë dorëgjën, kishte ikur. Ne kishim një parti pa kryetar, de facto. De facto kishim Enkelenin, po de jure, do edhe ishim në konflikt. Kolegjal. Tani, pa ardhur Luli kishim, Escobari na erdhi në zyrë, pra kishim Amerikën me vete, apo jo? Kishin shanse që do ta merrim prap Vulën, se i dham narrativ politikës me zgjedhje lokale. Dhe arritëm morëm Elam me 104.000 vota në rang vendi dhe në Tiranë me 20.000 vota si parti dhe 13.000 vota unë si kandidat. Sa që Luli kishim grupin parlamentar. E kishim grupin parlamentar. Që aty ato problemet e veta po ishte brenda, ishte shumicë. Berisha që jashtë politike, që në para politik, se 7 veta kishte dhe nuk qasën në tryez, domethënë të parlamentit për vendimarrje, për negocime të tjera, për të bërë ligjet e mëdha. Sa nuk që Luli, ne kishim u dham shpresë njerëzve. U dham shpresë sepse ata panë që ne filluam të ndërtonim narrativën tonë anti-berishiste, jo berishiste, antisistem e tjera, por duke dhënë propozime për të bërë një parti demokratike në të ardhmen që s'kishte qenë kur më parë. Edhe me ato ndarjen e pushtetet të brendshme, check and balance e tjera. Dhe filluam të bëheshim interesant, filluam të rrinim mendjen e njerëzve, sidomos në zgjedhjet lokale. Atje ku dolëm me kandidat. Kthehet Luli, e kupton? Edhe mua personalisht më kërkon dhe më thotë që duhet të më mbështesësh. Çfarë do të mbështesi? Tha, çfarë do bësh? Se po qëndrove në zyrë prap. More vendimin për Berishën dhe qëndrove në zyrë, nuk dole gjikundi, betejën e bëjmë ne, unë nuk jam për këtë. Unë dua vlla 3 gjëra, 4 gjëra. E para, do ta bësh ti betejën siç e bëm ne tani, dhëm për dhëm, e me strategji dhe me vizion, do ta bëj tha për ditë tha. Nga mëngjesi në darkë tha, do të jem në dhëm për dhëm me trekëndshën e Bermudës tha, me Lulin, me Saliun, me Ramën dhe me Metën. Tjetër, do të jem për ditë në media tha, do japim alternativën, vizionin ton, do bëjmë parti të madhe tha ky. Jo parti për 4-5 deputet apo për 10 deputet, po parti të madhe, do ta fitojmë. Kam mbështetjen amerikane tha. Vula, sigla, të gjitha këto do ngelen, do marrim dhe Seli tha, se kishim bërë vendim kryesor ne që kërkonim të kthehej Selia, me drejtë se kishim fituar gjyqin atë moment. Dhe premtime të tjera. Tani nga këto, sa u kthye ky ne humbëm të gjitha. Humbëm amerikanët, humbëm grupin parlamentar, humbëm Vulën, siglën logon, apo jo, humbëm gjyqin, humbëm narrativën politike se ai sa u kthye 7 muaj, 8 muaj nuk doli fare. E ke parasysh që u kthye dhe s'doli gjikundi media? Fare zero. Dhe gjithë thoshin ku është? Dhe dini me bënim ne betejën, ju shmang, po pse shmangesh mos zotëri? Sa digje gabuar kjo, ti duhet bësh luftën tënde. Prit, se do dalim atje tek pse s'bet, pse s'prodhojmë politikan këtu. Se janë burokrat, nuk janë politikan. Dhe dominon Saliu pastaj. Pse? Sepse ky vajti u fshe. Pse u fshe? Ç'a priste ky? Priste, domethënë të vinte lumi kucuraj dhe ti me këto kucura të ndezësh zjarrin, duke ndënjur atje në breg të lumit se thonë spaku do godasi Saliun, edhe duke goditur spaku Saliun demokratë do vinë tek ne. Vetvetiu. Edhe doli pastaj siç doli këtu, pse se ishte nuk bëri dot, su bë dot politikan, su bë dot kjo është ide. Dhe nuk di të bëj betejë, nuk bën betejë. Prandaj në Shqipëri vëlla këta janë mësuar ti fitojnë nga të tjerët. Edhe këta që shkuan te Saliu sot, e di pse shkuan te Saliu. Se pan që vetëm nuk mund të bënin dot rol udhëheqës. Do të thënë, nuk tërhinin dot. Ishin dembel, janë vanitoz, e shikojnë politikën, do të thënë. Jo, shkëputën KP2-ja ç'a morën? Po i më është tjetër gjë pastaj, si u doli. Por ata shkuan me idenë të Saliu, të gjithë, Jori Dagazi e tjerë sepse nuk bëheshin dot parë. Po s'janë. E kupton? Dhe Saliu, duke qenë se Saliu kishte, pse troqi njëri Saliu? Saliu e filloi në mënyrë të ndrojtur me 20 vet, kryesisht nga Tropoja, që u mblodhën te Rogneri, apo jo. Dhe nga kjo pastaj ushtri dhe mori gjithë partinë. Edhe për arsyeën se Luli i hapi rrugën,
ja bëri autostradë, nuk u ndesh me të. Do të thënë doli 2-3 intervista bëri. Dhe pastaj Saliu është vetë karakteri tim, është punëtor. Orë të rritë të dy janë punëtor, dhe Rama dhe Saliu. Dhe janë absolutisht punëtor, i pa losëm 81 vjeç, do të thënë ti bie Shqipërisë cep. Edhe ka politikën pasion vëlla, e do shumë politikën. E kupton, e do të del në patologji, pushtetin e ka patologji. Jo politikë, pushtetin ai ka patologji. Ai pa pushtet nuk ri dot. Kurse këta bëjnë dhe pa pushtet, këta bëjnë pastaj nuk janë empatik, ata nuk kanë ndjeshmëri për të tjerët. Dhe njerëzit e kanë kuptuar këtë gjë, ti s'ke empati, edhe të largohet, të braktisin. Edhe pastaj del nga pretendet për kryeministër, nuk merr dot një mandat për deputet. Dhe të gjithë së bashku 37 vet ata nuk vinë dot as tek votat e mia, që me gjithë ato gurë në rrota që vendosën, e kupton, vetë drejtuesit e partisë në atë kohë, unë mora 13.000 vota. Këta në gjithë Tiranën, në gjithë qarkun, unë i mora Bashkinë e Tiranës. Këta në gjithë qarkun morën rreth 8.000 vota. 11.000 vota dhe 7-8.000 vota në Bashkinë e Tiranës. Dhe nuk bën dot deputet del kryeministri, ai njeri që do të jetë kandidat për kryeministër merr 1.500 vota në qarkun e Tiranës. A ka fytyrë dalimon? Është e tmerrshme. Unë nuk e di se si mund të futesh të merresh me politikë edhe dalësh më në publik kur ti arrin në këto përmasa katastrofale. Për ta mbyll, çfarë do të ndodhi pas kësaj? Historia është e ditur, si ti dhe unë të tjerë kemi thënë që para zgjedhjeve që Saliu do vazhdoj të pretendoj, do të thënë me votat, do mbaj këtë narrativ deri në shtatori. Do vazhdoj të jetë hysyve demokratëve, do të thënë, mirë pa ata e kanë kuptuar, ditë do t'i largojnë, asnjë gjë s'përfiton. Me këtë grup parlamentar që ka, me këta 40 veta, do vazhdoj të bëj të njëjtën gjë, do futet në parlament, se tani është dhe pa e rëndësishëm, në Rama si ka dhe nevojën. Se i ka votat, me shumicë të cilësuar, i ka votat. Kushtetut ndoshta s'ka pse të ndryshojë. Ndryshon ligjet i ka ato që do të bëj, do të thënë, një vot i duhet dhe atë ka to ndoshin me 3 matan, edhe i bën ato që do. Tani çfarë do bëj Saliu? Të njëjtën gjë, flagada nuk u vën, bllokim nuk u vën, historinë e vjetra, beshizmi do. Beshizmi do vazhdoj. Dakor, po. E kemi të qartë çfarë do bëj Berisha. Po a nuk bëhet kjo e losme dhe shqiptarët dhe pra a duhet menuçi, duhet kriju diçka o duhet filloj një frym tjetër të paktën për ardhë zgjedhjet që do të vinë. Po kjo s'bëhet me urdhër, kjo bëhet me ndjeshmëri. Do të thënë duhet të ketë njerëz që kanë ndjenjë. Nuk ka frym. Brenda Partisë Demokratike ka ende individ që mund ta thonë fjalën e tyre, por janë zëra që do të uzon frymën. Sepse ai vazhdimisht atje ka një grup që e përdor, tash më përdorin si piranja, përdorin në rrjetet sociale dhe zën frymën. Ata si Mysli Murizi e tjerë që janë shprehur që tani që do ta kërkojnë ekzekutimin e Nenit, zbatimin e Nenit që këta e quajnë Neni Basha për dorëgjën e kryetarit. S'ka për të pasur sukses, do t'i zon frymën aty dhe do vazhdoj PD-ja të jetë në agoninë e vet. Do të thënë të shkojë deri të vdekjes. Ne u munduam ta shpëtonim. Ne na akuzojnë që u munduam ta shkatronim. Ne u tham, u treguam rrugën që nuk është rruga, dolëm ato që tham ne. Ata vazhdojnë ende të thonë që ata janë të Ramës, janë të shitur. Atëherë pa e mbyllim. Le të vazhdojnë. Duke i uruar Ramës mandatin e 5. Po shiko, Rama nëse hape negociatën 2027-ën dhe nëse korrigjon, do të thënë të jetë reflektar ndaj mënyrës ndaj atyre që nuk bëri dot në qeverisje, ka të gjithë shanset me ta gjenerojë qeverisjen dhe të japi tjera energji, ka gjithë shanset. Mendoj që edhe unë të mendoj. Ka gjithë shanset i ta marrë prapë, sepse PD-ja do vazhdojë të endet në diskutimin e krijimit të kredos vet. Me Berishën nuk do ta ketë këtë kredo të re politike për të qenë sfidante. E para, e dyta, të krijohet një forcë e res, derisa ajo të zërë hapësirën e dur, kërkon dhe ajo kohë të rritet të maturohet dhe të fitojë besimin. Nëse Rama realizon objektivin që hapen negociatat, mbaron, mbyllet kapitulli i negocimit me Bashkimin Evropian në vitin 2027, ai jo vetëm fiton zgjedhjet lokale në atë periudhë, pa diskutim që i fiton se ka dhe infrastrukturë. Ka infrastrukturë, ka pushtetin, ka gjithë në përgjithësi mas pushtetit që kanë zgjedhje lokale. Dhe PD-ja do jetë më dobët akoma, me Berishën në krye. Zgjedhjet e 2029 do jenë thjesht një formalitet, mendoj unë. Nëse do kemi të një situatë si sot, nëse ndryshon PD-ja, largohet Berisha dhe lind diçka e re, atëherë 2029 do të jetë gare fort, gare ashpër. Faleminderit. Faleminderit. Landi, dhe sigurisht do jesh prapë i ftu. Këtu po e mbyllim emisionin dhe për sot.